E keni fjalën të fuqishëm dikun në një televizion Kosovë, nëse s'gaboj në ATV këto afër nesh, ku ka thonë që shqiptarët mendojnë që atje po dënohet Hashim Thaçi, por nëse dënohet realisht Hashim Thaçi, mas 10 vjet e komotin kontest edhe pavarësia e Kosovës. Jo, s'ka dënim individual, s'ka këtu gjykime individuale. Ata akuza nuk është individuale. Kur s'ka pasë, s'ka me pasë. Është mirë, po, është mirë. Është gjykim individual, kjo është gjykim që natyrisht pa mundër mësë me pas pasoja politike, juridike për vendin. Ndërmarrje për bashkët kriminale. Absolutisht, atë ka të regon, sikur që thotë e emërtimi të regon për çka po plitet. Fatkeqësisht, këta e mundu me thonë në para 2016, kura votu kujdes. Nuk kanë dëgju zëri sa duhet, që ku kemi pasojat, pra ndaj kur thash pak më herët, do të më një hatë do gjëra që ka mund me të ardhë. Kjo është proces i Iran, i vështirë, shpecojmë me presim e dëshirojmë. Të kthehen dhe ashtu është sepse edhe herë nuk ka luftë më të pasur se lufta e shqiptarëve të Kosovës. Nuk ka hetime e gjykime më shumë se që më për ushikën. S'ka gati ushtari ushikës që takon për burgje. S'ka komandant që sa hi në për procese gjyqësore. Ka të herë më futën. Si të dhe drejtu sa futën në procese gjyqësore. Edhe ne i kemi përgjegjë. Nuk ka ftesë prokurori që na që kemi përgjegjë. Merre me men, kjo e bëj një pyetje. Po me pas ka një komandant i UÇK-s ose një ushtar i UÇK-s, prokurori që thirrri mos më përgjigj. Prokurori sikur që pa ndodhur kriminalisti, çka i bën Kosovë? E kishin kryqu atë njeri dhe UÇK-n. Nuk ka ndodhur hala një drejtues i UÇK-s mos më përgjigj prokurorisë dhe gjykatës. Kriminalisti sot i joni i thotë jo prokurorisë. Ndisht me orë në të vjetë. Pse që kom menuar në ditën e parë, këmë kanë tire, këmë thë jemi pa drejt. Pa drejt. A më të ki obligimi o përgjegjë prokurorit. Jo individit, jo emnit e individit, institucionit. Prokurorit nuk ka emnin Blerem, Fatmer Sadre. Prokuroria, gjykata ka institucion, emrin Kosovë, shtet. Unë kam ju kom përgjegjë se kam dash me respektu shtetin tem. Institucionin e shtetit tim. Jo individin kush është aty. Mund me kojnë Davidi gabim, mund me kojnë i prokuror gabim, sikur që kanë gabur rasin tim. S'ka fjallë. 14 vjetë. Edhe na kanë mujtë mi ikë, mi largu, mi thonë jo. Ne jemi dëshmi e gjallë në padrejtësi që mbon dhe neve. Po se kemi thonë jo prokurisë dhe shtetit tonë. Kur se kemi qitë Kosovën në halë, e me pas e lashe për neve. Jemi shku atje, jemi ballafaqu me drejtësin, jemi ballafaqu me padrejtësit. Kemi një çka mos, çka sa folë, sa shpifja, sa mashtrimi, nuk ka dinqu emni ynë, emni familjes. Këtu ka pos media që aqele dhe mshel televizioni me emna të në të shpife të rajt. S'ka fjallë. Ne kemi shu atje në gjyq, jo për ta, për shtetin, për institucionin. Dhe juve që atë kriminisi aktual, dhe jo, nuk shkojnë në prokurori. Di që të më thonë kjo? Kjo dhe më thonë, kur kriminisi nuk respekton shtetin dhe prokurorin, qa banaj që ka bo një krem për shamull? Pse nese që atu një hajnë një përgjegjë prokurorit? Një vrasës. Dhe vek po bëj ka mësë me shku të prokurorit. Se do të me shku një qytetari thjesht pra të prokurorit kur të javë qaftesën. Hajde pra të bëjmë kështu, si të kur qaftesë dhe shkanë shpite, si të qytetar prokurorit. Bili thashtë avon prokurorit. Kriminisi pa të hajdi në shpi, imaginani se me qu dikona një qytetari thjesht prokurorit, për një shkelje komunikacion, për një vrasje, edhe me thonë qytetari atje jam i malishet, hajde në këtu në të jap intervistën. Kjo me shkatru shtetin, që kjo me kap shtetin, që kjo me shkatru shtetin, djem, para syve tonë, aj po ta mohën shtetin, po vazhdojnë institucionin shtetëror me ti mohu. Sot aj të qu selam, ose mesazh, vrasë, ose kriminelve, me thonë, mës lodhi, mës qërë, leja këta prokurorët, leja këta gjykatë mës i respektani. Ikni për tyne. Vrani, vidhni, bani qadoni edhe ikni. Unë si shkoj, se mi shku ju. Neset vjetë që këtë në studje ty një qasoj dyshuar. Edhe nëse të për shkanë me shku të prokurori. Kriminisi jam së për shkanë? Kriminisi ka thonë mësë me shku. Në që shumën me kapli, aj prokurori mirë për mua ka kesh për kriminisi. Nëse oj kesh për kriminisi, në është i kesh edhe për mua, thëtaj. Po dhe. S'ko standard dhe vesh. Dhe që shto shkatrohë sistemi për që në këna marru tash e sa vite. Shqeqani, shtetin duhet me dasht, institucionin me respektu kur ta fut shuplak, se kur tje privilegj të onë dojnë.
Shtetin duhet me dashur në çdo fazë e në çdo situatë. Që atë sfidohesh ti sa respektoj shtetin tonë. Sa i gatë që mu sfidu e mu sprovu për ati. 14 vjetë jënë kanë proceset gjyqësore. 14 vjetë. Ka ndodhë mrena ditës, para ditën, 2 proceset gjyqësore. A makinin e RTL-in të thonë nuk shkoj. Ose nuk i përgjigjna. Jëm shku, jëm ballafaqu me argumente, kena ballafaqu me fakte, me prova, kam besu në drejtësinë e Zotit edhe njerët këtu, edhe në fund, edhe atja i ka dhënë vull drejtësime. Mu po amon nëse në akuzoj prokurorin, se e ka punë, po motivet, po mund me pasë motivet jo të mira. Në fund jemi njerëz, po ti kemi përgjegjë institucionit. Ne duhet me besu dikun. Ku na i besojmë ne? Shtetit. Nuk o shteti Fatme Limaj. Nuk o shteti qeveria. Nuk o shteti Albin Kurti. Shteti o drejtësia, gjykata, prokuria, institucionet e pavarura. Që kjo shteti. Kushtetuta o shteti. Njerëzit shkojnë e vinë, institucioni mbetet. Nëse prokurori do rrugës përmisohet e gjykata, pa ndodhën e padrejsi rrugës, për ditë qytetarëve tonë ndodhin padrejsi. A din disa ushtarëve që kësën burg pa drejt? A disa qytetari se të ka mundësi me ka burg pa drejt? Po kjo është shoqëri demokratike që na munojmë vazhdimisht me përmisu. Po munojmë me arrit në Amerikë, mas 40 vite lirohen njerëzit të dënuar me vdekje. Prej adënës, tash, për ditë ndodhin raste. Po atje sistemi ka me funksionu. Nuk ka kur gjë prefekte këtë botë. Çka bën kë? Rrënzyra thotë, nuk i shkoj ne. Më bë fotografi mu. Kur shoh ky njeri më thirr mu. Ai është prokurori i Kosovës. Ai është prokurori sigurti që e kryeministri i Kosovës. Ai vepron me ligjin. Ai ja kemi dhënë mandatin me ligj. Ka rrugë tjera kur motet puna e prokurorit dhe gjykatës. Hajde të bëjmë reformat në ligj. T'japë motën performancën gjyqtarit, prokurorit. T'japëm mundësi prokurorit mirë, gjyqtarit mirë, vlerësohet e të paguhet, i dëpti shmangët, pa e bëtë për mes reformave ligjore. Jo për mes vullnetit me dalë të parlament me thonë, presidentes edhe kryetarit kovendit dhe musë për në pëlqe këj prokuror, nuk banë me konë. A keni në herë këj ministrit të thonë shtë? Qka kështu nesër na me dalë nesër në qeveri me thonë, kësë më pëlqe mu këj prokuror. Qështu kapët shteti, arë shkatërot shteti. Dhe këto nuk do të me liu qytetari Kosovës. Sepse kështu më kryo pasiguri për fëmijët e tanë, bura, gra, që të më lë krimi, që të bëhat më nuk ndeshkohet krimi, që të ndodhin vrasjet, të ndodhin dhuna. Nëse lejojmë qështu, edhe prekëm këtë institucion më të ndihshëm, neve këtu na ka vlë krimi. Ne duhet me rujtë si sytë e ballit të institucionet tona të krijume. Rrugës mi përmisu. E rrugëm të shumë. Mund me thonë një qytetar me ikë ligjit. Po s'mundet kryeministri me ikë, me refuzu. S'mujone. Ne jemi shembull për të tjerët. Ban një qytetar që atje një kriminal ordinar, edhe mi u shmangë edhe me ikë, deta ze policia. Po s'mundet drejtu si që merr votë. Po jo se shembull. I ki marrë 51% vota. Po thuj 51% vota dhe del para popullit dhe thu si shkoj prokurorit. Çfarë mesazhi prej ty çuti? 51% Po çfarë mesazhi ti çu popullit? Mos e respektoni. Po. Bani kaos. Një vend, pa gjyqësi, pa prokurori, pa polici, çka është e vend? Kthehemi bomi se ku do vend që më shohim televizor në Lindjen e largët. Bot kaos, e shkatërrim e na mblok krimi këtu. Edhe për këtë arsye, mendon shkurt, njerëzit racional, mendon. Njerëzit që mendojnë e të pjekur, e familjarët do të më ngrit kam, sa më shpejt avanturisa me qunë shpejt. Bravo. Sa si ka qut gjykata? Sa si ka qut gjykata do ministra? Pra atë pjesë, punë e gjykatës, nuk poli këtë pjesë. A im pak edhe te kujdesin ndaj popullatës civile në gjendje luftën, ku të luftës?